Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Revolucion në të zërbele, datë koqën e namit të grupë. Cum ce zotin na tamo? O cum ce zotin na duo, caga amor. Por caga amor. Yes. Make. Porque se já amor. O 3 vjetë vetëm një nga që më bo shpia të farmasikëri. Vetëm me gjithmona mina. Që për vite për në. Po shka zotër? Jo, po shumë me kështia. Të qesh në shpetjo. Ja s'kam ne unë isha po kontohu vetë më të. Po edhe kështia të më rrije. Se rrije që e pakat më të më rrije. Kom 300 sekundë e ka lemoj. 300. Po tani vosha ka që magazinjere, llogaritare, rrezik, pati pa që ku ka ta ku honin të dire, që të magazi, mos ka bëna i ka vifonin. Ka magazi. Kërdi kone magazin. Jo, kone magazin kum leu. Oh. Do 50 sa.
votuar Edi Ramën, po jo sepse e votova sepse ishte më i miri, po zgjodha nga kolera dhe nga fruthi, zgjodha fruthin, se kolera ishte Saliu që na ndoqi, morë malet të gjithë shqiptarët që kanë ikur, kurse fruthi ishte Edi Rama, që në fillim na u duk mirë se bëri diçka në fillim. Se aq i keq nuk është, po është më i keq se është bërë tani. Dhe na doli fruthi më vonë. Shiko se e ka bërë Shqipërinë, nuk ka një gjë, ta marrësh nga fëmijët e vegjël, ta marrësh nga kurset e shkollave, ta marrësh nga arsimi, ta marrësh nga qa presioni që kanë ju që i quani këta patronazhistët, poshtë, nuk do themi poshtë, do themi mjerë patronazhistët, sepse ai shtyp për ta kthej Shqipërinë përpara. Ai shtyp, andej ne i shtypim këte gjynat ata të shkretët, sepse nuk është për pensionet. Çdo që mjerim, sidomos ajo më dhëmi zemra dije, kur gjithë shqiptarëve u thot armiq, terrorist. Jemi ne terrorist, dukemu si terrorist. Sorra, dukemu si sorr, sorrat i kanë krevat, se gjithë ato me nder deputetet i ka bërë flokët e zeza si sorra. Edhe përdorin parfumet shtrenjta, u duket vetja e bukur, me lekët tona, me lekët e shqiptarëve. Dhe si mund t'i hedhi ai ujë me piperë dhe çfarë i ka bërë, i çoi njerëzit në spital. Popullin e vetë. Për protestën e ndodhur ditën e djeshme. Po të djeshmen, po të kisha mundësi dhe vedo vija dje, po s'munda edhe herë dhe sot. Është duke dhe është skandal, është turp, edhe njerëzit thot kanë frikë, pse të dalun, po të tërë duhet të dalin. Ku është Fieri? Ku është Vlora? Për vlonjatët, po si do ndërtoj ai? Po do ndërtoj una me para që do shtrihem atje le të bëhem unë martir. E themi shpirt, nuk vjen ai në Zvërnes apo në zonën e në Ishull të bëj me ato tunelet që janë atje, që do bëj? Do bëj Epsteinit, atë si bëri turpi botës, bëri aeroportin, e bëri shumë shpejt edhe tunelin, për veten e tyre e bën. Ta mbylli ai aty Sazanin, edhe Zvërnesin dhe aeroportin e përdorin për vete, edhe marrin punëtor të huaj, se s'marrin shqiptarët ata, shqiptarët shiko si janë. Turpi Zotit, do me thënë unë për veten time nuk asnjëri nuk kam nga fisi sorllop në politikë, asnjë nuk marr me politikë shqyqyr Zoti, as vetë nuk merr me politikë se më ka kaluar data, jam njësoj e vjetër sa Edi Rama, kështu që e them me shpirt, lëren i rinis, lëren i njerëzve që ta besojnë, ta bëjnë këtë vend se këta asnjëri nuk bëhet. Si u mbyll Gërdeci, ku vajti Fatmir Mediu, që dogji njerëzit i përvulloj atje, janë mbylli njëri tjetrit, janë mbyll Saliu, sepse djali Saliut ishte me të, edhe Edi Rama, këta bëjnë skurëzien, edhe kanë bërë kështu lesh, që të them, më shqip se kaj s'kam që të them. Si mendoni se duhet vijojë kjo protest? Qytetarët kanë... Duhet ta mbajnë ndezur, nuk ka të thot me numër protesta. Atje në Suedi, ajo Greta vetëm një person ishte, po u quat protesta, ajo protestoj. Par dje pam neve u ngritën 2 suedeze, vun një parolla atje, neve protestoj që s'duhet ikin të...
Normalisht do ta keqësh. Normalisht do ta keqësh, ja ta hap tash. Është dita 55, prej kur jemi shef çdo ditë në vandalim, duke kërkuar dorëshën e këtij kryeministri dhe kësaj qeverie. Dhe pikërisht sot në ditën e 55, kryeministri u shfaq me zë dhe me figurë, duke na kërkuar pesën. Po a jepet pesa dikujt që I ka prerë në pes qytetarët e tij për 13 vite çdo ditë dhe pa ndaluar. A jepet pesa këtij kryeministri? Nuk ka pesë për një kryeministër I cili jo më larg se dje I preu 5 qytetarët të cilët kam 55 ditë që protestojnë në mënyrë faqësore. Edhe dje pam se Edi Ramos I ka ardhur fundi. Ai thjesht po përpiqet ta mbajë pushtetin me dhunë, po përpiqet na friksoj që ne të shkojmë në shtëpi dhe ai të vazhdojë sundimin e tij. Por ato ta lejojnë të gjë. Ato ta lejojnë të pushtet kriminal të vazhdojnë edhe më shumë. Si që pam dhe sot, kryeministri ishte fizikisht, por fytyra I kishte ikur. Sepse ka 55 ditë që nuk e bën gjumin e hast. Ka 55 ditë që e të merojnë, ka 55 ditë që në shenë ëndër dhe do t'jemi këtu dhe aq ditë sa t'jetë e nevojshme derisa t'japi dorëshën. Unë mendoj se një gjë është e sigurt, ne nuk do të rishemi dhe Edi Rama do t'japi dorëshën. Ai e di shumë mirë këtë gjë. E di shumë mirë që nuk ka shpëtim dhe I vetmi shpëtim është dorësha e tij. I vetmi shpëtim për këtë makt që e ka zënë është dorësha e parevokueshme. Vetëm se Edi Rama po përpiqet që ta zbuz procesin e dorëshës tij. Ai po përpiqet ta zbuz që kur t'japi dorëshën të paktën t'i shpëtoj drejtësisë, kështu që kjo është një thirrje e fortë për ne që mos të rishemi dhe mos të gënjemi nga piskotat e Edi Ramës,
sepse pas doreshjes ai duhet shtoj para drejtësisë. Pas doreshjes vjen kërkesa e dytë që është artikuluar për 55 ditë me radhë, një qeveri tranzitore 12 mujore që i hap rrugën ndryshimeve kushtetuese, i hap rrugën ndryshime ligjore, të cilat do bëjnë të mundur që sistemi i marrë peng, sistemi ngulfatur nga krimi dhe korrupsioni, të marrë oksigjen për të mundësuar një demokraci reale në Shqipëri, një demokraci e cila mungon për 36 vite, një demokraci që është marrë peng nga ky sistem i korruptuar, nga ky sistem i kriminuar. Dorëheqje! 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 Qëndrëstar, paçi bekimet e apleu të gjithë. Sot, e pati kryeministër më ndryshe, faktikisht, djalli, kur kërkon të bojnë hapin e radhës, mundohet të shitet si një angjull edhe pse brenda fjalimit të tij dhe gjesteve të tij preshin poshtërsitë të tij. Pra, Edi Rama, sot doli dhe Papik Turpi emitoj ke fëmijën që u dëmtua nga forcat policore dhe nga solucioni, një fëmijë me nevojat veçanta fizike, ai nuk mund të fliste pa injoruar me gjeste. Edi Rama u mundua të shiste ëngjullin në taulan lidhje. Ata, kur shikojnë se nga protestuesit dikush mund të quaj dhe me gur, fillojnë ta quajnë një popull terrorist. Edi Rama dhe Taulan Midhja që gjysmën e qeveritarëve e ka në burg, ku qeveritarët e tyre dënohen për krime dhe korrupsion, ja ulojnë fajin individual. Pra janë njerëz aq të këqij dhe aq të poshtër, janë aq të ndyrë, sa për një njeri të papërgjeshëm, ose një njeri që thjesht nga mbledhja i madh dhe gjuan me gur policinë, ata e quajnë një popull terrorist. Ndërsa nga njerëzit që janë filtruar, janë testuar dhe janë futur në pozita të kryebashkiakëve, të deputetëve, të ministrave kriminal, nuk na quajnë qeveri, o terroristë ose të korruptuar. Por ne e kemi kuptuar se Edi Rama është koshti i krimit në Shqipëri për 13 vjet. Dhe kur një kriminal mundohet të shitet si një angjull, ju boj thirrje që mos të prekeni. Po thjesht do të jeni të vëmendshëm dhe të vazhdojnë protestat tona, sepse kriminali kur shitet angjull thjesht kërkon kohë të planifikojnë lëvizjen e radhës. Shpresojnë që kjo lëvizje të jetë largimi i tij përfundimtar nga ajo karrige që ja zë frymën Shqipërisë. Dhe me fatin e tij duhet të merret drejtësia shqiptare. Mos qoftë denjë drejtësia shqiptare, le të merret drejtësia ndërkombëtare, sepse krimet e tij dalin përtej territorit tonë kombëtar. Qëndrestar, si për çdo ditë duhet të qëndrojnë këtu, sepse e keqa nuk është momentale. E keqa mbi kombin tonë ka qenë në vazhdimsi, historikisht nga njerëzit e shitur që vendosen mbi atë karrike që në vend se të ndihmojë popullin tonë ja zon frymën atij. Pra, Edi Rama, çfarë do lëvizje që ta bëjë? U mundua të na quajë terrorist, u mundua të na quajë agent, u mundua të na quajë me lloj-lloj emra shtesës dhe kafshës. Taulan Midhja, u mundua të jetë një lloj blogeri,
në vend se një kryetari të grupit parlamentar. Janë munduar me të gjitha format, po qëndrestaria e shqiptarëve të ndershëm i ka prur me një pik, ku dali dhe vajtoj si zogu i qyqes, për pak mëshirë. Nuk ka mëshirë mbi poshtërsi, nuk ka mëshirë mbi tradhti, nuk ka dhe nuk do të ketë mëshirë mbi tradhti dhe mbi kriminalat që dëmtojnë dhe nuk marrin asnjëherë parasysh nevojat e popullit. Populli i ka votuar ata poshtërsira për t'i shërbyer, jo për t'i përdorur, jo për t'i vjedhur. Tradhtia dhe poshtërsia e Tiranës dhe të gjithë pushtetarëve 35 vjeçar do të qëndrojnë këtu deri në zhdukjen përfundimtare të tyre. Faleminderit për qëndresën tuaj. Faleminderit në të gjithë të jemi sikur një trup i vetëm të rrëzojnë të keqen. Shqipëria, shqiptarëve! Vdekje tradhtarëve! Shqipëria, shqiptarëve! Vdekje tradhtarëve! Shqiptarëve! Vdekje tradhtarëve! Mirë mbrëma shqiptarë. Unë jam Dardani, po folë edhe herë tjetër. Themi shpesh se kjo protestë është protestë e Zotit, apo jo? Sa veta mendoj kështu, ka qenë dorë. Mirë, ti lutemi pra Zotit ashtu siç na ka mësuar ai vetë. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë e emri yt, ardh mbretëria jote, u bën vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na e jep sot, e na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë bijem të ndim, për na liron nga i keqi. Amen. Themi shpesh, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, por para si që themi Shqipëri e re, duhet themi edhe Shqipëri etike! Shqipëri etike! Shqipëri etike! Tjetra, kemi 55 ditë. Ka ndodhur shumë gjëra, unë kam 55 ditë tu edhe më shumë bilesona për para dhe në për revolucionet më për para. Edhe mendoj se ka ardhur koha të bëjmë një mbledhje. Duhet bëjmë një mbledhje, ka shumë grupe gjëra, po unë duhet të njoft të gjithë grupeve. Duhet ta di se kush jeni, edhe të bëjmë bashkimin. Duhet të bëhet bashkimi, siç na ka mësuar Skënderbeu. Gjergj Kastrioti na ka pas mësuar që në fillim lidhet besa. Kur lidhet besa, atër flasim për thyrje bese. Pra, në fillim bëhet lidhja besës. Pastaj, bëhet arka e lëvizjes, duhet ketë ekonomi lëvizja. Jo caknej, vinë ca hargjojnë 12.000 pound nga Australia, nuk e merr vesh për bosh. Vjetë tjetër hargjojnë 1.400 pound nga Jerusalem. Po pra, edhe për kuvend, jo, sepse unë kam parë që bëhen mbledhje grupe, pjen kafe. Me qenë se pjen kafe, unë nuk kam marrë vesh gjallë. Unë jam populli, unë jam lind pa shtëpi. Pas 3 vjetësh pa shtëpi, kur kisha lindur si cigan, mrapa kam hyrë një barake. Pra, unë jam populli dhe kam autoritetin flasë si populli. Edhe kur jam atjes jam sovran, edhe kur jam këtu jam sovran. Tani, mu me interesojnë fugarejt, me interesojnë tjerë personat me të smurt, me interesojnë ata që nuk kanë kohë të rinë 750 ditë sa të ikje Tirana. Jo, ata ka i vdes djali me kancer në spital. Ne të vdesi, unë vdesi pari, pa ma di që gjithë nga ta fëmijë do vdesi, do shpëtojnë nga e keqja. Që që revolucioni është revolucion, edhe me vdek nuk ka problem. Po, shumë mirë, dhe tani ka shku shumë mirë, prapë nuk mund qame. Por gjithsesi, duhet jemi më të rikosur. Ka shkisha, unë jam Dardani, unë du mbledhje me të gjitha grupe. Du t'ju njoftë, sepse unë kam ardhë dhe me pak të a ka tradhtar, a ka nëj fuks, a ka nëj stil, a ka nëj sënd, a ka dradhina, nuk ka ma dradhina. Mirëmbrëma të gjithëve, jemi në ditën e 55 të protestës për popull që ka parë ndonjëherë Tirana, Shqipëria dhe gjithë shoqëria shqiptare.
po jemi këtu vetëm si shqiptar të blefosur nga një regjim 35 vjeçar i cili na ka vjedhur, na ka varfëruar dhe na ka shkelur. Prandaj, në respekt të njëri tjetrit, do ju kërkoja secilit që çdo thirrje këtu të ishte vetëm në saj të mlefit dhe revoltës që e kemi dhe na përbashkon të gjithve. Sot, kryeministri Rama aktroi 1 orë për të na mbushur mendjen se në fakt ky shesh ishte pasqyra ku qeverisja e tij duhet shoh vete. Kryeministri Rama e ka gabim. Ky shesh nuk është pasqyrë për të. Ky shesh ka qenë pasqyrë për shoqërinë shqiptare e cila pa sa shumë ishte, e cila pa se nuk është e gjitha hajdute, e cila pa se nuk është e gjitha kriminele. Prandaj, në përgjigje të një monologu të gjatë, po i kthejmë një përgjigje të shkurtër. Jemi këtu si çdo ditë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe të gjithë qeverisë. Dorëheqje! 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 Së dyti, kryeministri Rama gënjeu kur tha se ka arritur për afrimin për legjislacionin mjedisor. Edi Rama anulloi ligjin për ndryshimet që ke bërë në ligjin e zonave të mbrojtura. Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Edi Rama gënjeu kur tha se paketa e maleve do t'jetë shpotim për ata që jetojnë atje. Ne dim se do t'jetë privatizimi i maleve, prandaj themi dhe sot, anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Gjithashtu, për 55 ditë kemi kërkuar në mënyrë të menjëhershme shfuqizimin e ligjit për investitor strategjik që i bën të gjithë klonët e oborrit investitor që na marrin tokat tona, që marrin Bregdetin, që marrin malet. Prandaj edhe sot i kërkojmë anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Anulloi ligjin! Gjithashtu, kryeministri Rama dhe kushdo tjetër duhet ta di se asnjë modifikim në qeveri, asnjë ndryshim ministri nuk na largon nga ky shesh. Kërkon qeveri teknike, 1 vjeçare që do ta çojë vendin në zgjedhje të pakapura nga krimi, të pakapura nga oligarkia. Dhe së fundi, ajo që është shprehur në çdo fjalim në këtë foltore ka qenë e qartë. Kërkojmë një Shqipëri të re me një kontratë të re mes qytetarit e shtetit, ku shteti nuk është në dorën e krimit, ku shteti nuk është në dorën e oligarkisë, por është në dorën e qytetarit. Prandaj edhe sot kërkojmë një Shqipëri të re. Shqipëri e re! 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 Rama, para se me fillu fjallën teme, kam 2 fjallë për Ministrin e Mbrëmshëm, Besfortin e pabes. Zoti Ministër, shtrëngoje kollarën një herë të lutem, edhe mobilizoje policin për identifikimin dhe arrestimin e autorit vrasjes së Klan Koçit, para një muaj. Për arrestimin e dy Fakasit.
për identifikimin e trupit pa jetë janë prengës. E për shumë trupa tjerë që kanë me të vratë e nuk djetë me janë për kriminalave tu. Burra e gra kësaj toke. Na nuk kena dalë tu me lypë as liri, as mëshirë. Sepse ata që lypin liri edhe mëshirë gjunizohen para pushtetit. Na nuk jena gjytëzu, na jena në kam, e liria fitohet vetëm në kam. Për shumë vite na keni dash peshtur, na keni mësu me urtyt e me përtyp pa drejtësin si të vetëm ka fshatë serviru në sofrët tonë. E nuk pas ka fat nga të zi për një kom, se dita kur pushan sfonëri e skërkumi drejtësin e dignitetin e ti. Na nuk jena mledh të kundër Shqipnis, si kur thonë bit e bijat e komunistave. Na jena mledh të për Shqipni, për një Shqipni ku ndërej nuk blihet me bileta koncertesh, e të liqi nuk shitet në shishe vene, ku djersa këti populli nuk shkelet nga kam të pistat e diraks. Na e tim se pushteti për 36 vitesh u ka te, e keni harru se kuj duhet me shërby. Po u kalzoj, se as një pushtet nuk është i përjetëshe. Ka rriget në rohen, emnat harrohen, popullin vetër. E kur populli që atë kam me njëritet e pa frik, nuk ka pushtet që mund të ndalli. Vllazën e motra, mos harroni, se sa herë një prej nesh largohet prej vendi, Shqipnia varfënohet. E nuk varfënohet veç për bukë, varfënohet për dije, për njeri e për jetë. Bravo! E një vend që i përcjell bijat, e pik, e saj me lapsy, e i pret hujt edhe trautarët me buseshje, e ka hum busle. Vizoni mirë ju trautarë, se gurët e kësaj toke kanë pamret një, perandori e diktaturë. E që i tha këto janë ba pluhur. E veç populli ka me të ka. Sepse pushteti juaj është hije që ka lëmë, e populli jonë është themel që ka me të, ka më mbet, e të të betet mbi çdo pushtet, e mbi çdo hije tuaj. Ne nuk kemi ardhur me mbjellë për qamje, kemi ardhur me zhurë dërgjeqe, nuk kemi ardhur me ndezë rrejtje, kemi ardhur me ndezë shprese. E shpresa Shqipnis është ndezë tash 55 ditë. Këtë shesh, ku nuk mundet me fik dhuna e pesfuarti pa pes, që vetëm pesë burnis ka. Prandaj një ta dëgjojnë mirë të gjitha ata 140 kryma në parlament, që sot kujtojnë se Shqipnia u përket atyne. Shqipnia nuk është plaq që ndodhet, nuk është front që trashëgojnë. Shqipnia është amanet. Amaneti nuk shitet, nuk tjetërsohet e nuk përshnohet. Më në fund kombiton me duket se i ka ardhur dërgjeqja. E Tavland Balla, e Azegjineja nuk munden me ndalë drejt fitores e drejt demokracisë mungume prej 82 vjeç. Rënof Shqipnia e rënof popull. Dorheqe! Të nderuar të pranishëm, sot do të flas për një temë që do të prek shoqërinë, pushtetin dhe korrupsionin. Si që thënë, North Action, pushteti ka pirje të korruptoj, dhe pushteti absolut, korrupton absolutisht. Këtë nga kujton se pushteti nuk është problemi një vedete, por problemi i din, sa i përdoj për interesa personale dhe jo për tjene qytetarve. Një shoqëri e drejtë, dhe të kujdesshmërinë, transparencën, përgjegjësinë, kur korrupsioni përrapet, kur betësimin, institucionet, pengohen në zhvillimin dhe të bëjnë njerëzit e zakonshëm. Prandaj që ti i nesh ka një rol të respektoj ligjin dhe të mos pranoj padrejtësinë dhe të kërkoj llogari nga ata që ushtrojnë pushtetin. Vetëm kështu mund të ndërtojnë një të ardhme më të drejtë dhe më të mirë për të gjithë. Rama
Burg, Berisha Burg! Ramazan Berisha Burg! Ramazan Berisha Burg! Faleminderit! Përshëndetje gjenerata më e bukur në botë. Përshëndetje gjenerata më trime në botë. Përshëndetje gjenerata më e zgjuar në botë. Sot unë gjita në këtë podium të flas shkurt, sepse gjërat janë shumë për të thënë. Unë do merrem vetëm me pikën e parë, që është pika më kryesore që ka shprehur kjo protestë. Dorëgje e pa negociueshme e kryeministrit Edi Rama. Përfitoj nga rasti, ndoshta një shqiptar që ka shkruar të disa vargje shumë të bukura, sepse shqiptarëve nuk u mungoi kur koka. E unë dhe a them arsye me vargje këtij kryeministri për dhënë dorëgje. Utret kombi duke ikur për te deteve së unë go botës së lufitur ajkën e ajkës së djemve. Unë go deti, unë go mali me ata që s'ka në varre. Unë ikur si shkëndisht të rali dhe ngellën ligje për vaje. Unë utret kombi duke ikur, çfarë të bëmë o politik. Gjithë prezat të shkilitur u ju ka ardhur dita me i. Prandaj këto vargje janë një kushtrim që një shqiptar që ndoshta nuk është dhe të sheshe ka për me vargje. Por unë dua të nga vizë dhe disa gjëra që e kërkojnë dorëgjen e këtij kryeministri korruptuar. Janë të përndjekurit politik, të cilët për 36 vjet nuk u shden e drejta atyre legjitime. Janë ish pronarët legjitim dhe pronarët e tjerë të Shqipërisë, që nuk u shden prona dhe drejtësia e tyre. Janë pensionistët e Shqipërisë, që kërkojnë dorëgjen tënde, sepse nuk kanë pensione dinjitoze. Janë bujqi shqiptarë që ju i keni shpërthirur dhe i keni dhe bëjnë që prodhimet e tyre të hidhen kanaleve. Janë drejtorët e Shqipërisë që ju prap i keni shpërthirur dhe i keni lënë maleve. Janë studentët e Shqipërisë, të cilëve ju nuk u keni dhënë të drejta. Pra janë gjithë të shtresat të Shqipërisë që u a kërkojnë dorëgje, zoti kryeministri. Prandaj bëje dorëgje, sepse nuk je kryeministri 850.000 vetave, po shqiptarët janë 2 milion e gjysmë këtu dhe 7 milion e gjysmë në përbot, që ju i keni të ndarë. Prandaj jete dorëgje. Dorëgje! Dorëgje! Përshëndetje të gjitha. Më bëhet shumë qefi që ju shoh, që vazhdoni rezistoni, që jemi mbledhur gjithë bashkë këtu, që po i tregojmë gjithë Shqipërisë dhe gjithë botës a në mban që ne nuk dorëzohemi. Unë jam Ilir Kaso, jam artist, jam profesor në Universitet të Arteve, po sot kam ardhur të mos flas për hallet e mia, sot kam ardhur të flas për natyrën, për atë që ne nisëm fillim dhe për atë që bota na dha gjithë vëmendjen, sepse ajo është rrënja e të gjitha problemeve që ne kemi. Kemi duruar në 50 e ca ditë, sot kemi dëgjuar hallet dhe problemet e gjithë popullit dhe e dim që janë të mëdha për gjithë ne. Por gjithçka nis nga natyra. Dhe unë sot kam ardhur të lexoj një letër që i kam shkruar Ministrisë së Mjedisit. Do doja shumë që të kishte durim dhe ta lexojmë bashkë, sepse gjua ndryshon nga ajo që kemi mbajtur deri më sot, na duhet ta pasurojmë e t'i tregojmë
jo vetëm kësaj qeverie, po gjithë botës, që ne jemi kreativ, ne jemi të ditur, ne jemi të bashkuar, ne jemi të fuqishëm bashkë dhe këtë gjë e kemi kuptuar. E ndëruar Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Dëshiroj t'i falenderoj sinqerisht për punën që po bëni për parkun kombëtar të Vjosës. Për shumë vite kam jetuar me një keq kuptim. Kisha besuar se natyra ishte një vepër e përfunduar. Mendoja se kanjoni i Langaricës, burime termale të Bënjës, ura e Kadiu dhe guri i qytetit përbënin një harmoni që kishte nevojë vetëm për kujdes. Fatmirësisht, vizita ime e fundit më ndihmoi të kuptoja se kisha gabim, natyra kishte nevojë për korrigjim. Kur pas fotografitë e publikuara në rrjetet sociale ku banorët e Përmetit të veshur me kostume tradicionale promovonin bukurinë e vendit, u qetësova. Më në fund mora vesh se natyra kishte shpëtuar. Madje jo vetëm kishte shpëtuar,